gjithëve. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në programin tuaj të preferuar të së dielave e diell në Top Channel dhe tashmë jemi në hapësirën e Mos i bjer me top. Unë jam Ronaldo Sharka dhe do të jemi sërish së bashku për një tjetër të ftuar shumë interesante, sepse dihet siç bën intervistat në Mos i bjer me top, nuk bëhen në asnjë vend tjetër. Sot nuk kemi me atë që jemi mësuar zakonisht ta kemi në studio, prezencën e saj, e cila tërheq gjithmonë vëmendje. Pa prezencën e Eriola Doçit jemi sot në program për shkak se ajo ka një problem, regjia nëse më ndihmon. Në problemet dita ditë. Ale kush na kënaqë na bënoi magji. Eriola Doçi ne ka marrë mësysh, i kanë bërë magji, çfarë si kanë bë. E bërtej shakave për arsye krejt personale, asgjë për të shqetësuar. Eriola nuk do të jetë pjesë e programit sot, por sigurisht do ta kemi në vazhdim gjatë gjithë sezonit. Tashmë fokusohemi në esencën e këtij programi, që janë të ftuar publik, që janë ato MNZ, që janë shumë të dashur. Sigurisht ndodh që të japin disa intervista, por unë e thash, siç rrëfehen në këtë studio, nuk rrëfehen në asnjë vend tjetër. Zonja dhe zotërimi, prisni me një duar trokite të fortë, Valbona Mhilli. Mi bona, ajde. Mirë se vjen program. Valbona në Mos i bjer me top. Si ja? Duke shumë mirë. Ashtu them dhe unë. Si je ti? Mirë. E ke marrë veten? Super. Gati për pushime, gati për të vazhduar jetën? Absolutisht. Por ke disa gjëra për sqaruar. Do ja vendosim pikën sot. Do i bie me top sot. Do e ndajmë shopping nga sheqeri. Reato Bona Mhilli, sepse kemi shumë për të sqaruar. Dukesh mirë, Bona. Më lejo të them që dukesh mirë e dukesh bukur. Se si më duket sikur kam ardhur në gjys sot, të të shoh aty. Kjo tavolina, po mos silli pra një çekiç, ti vëm vulën, po gjesi çekiçi është fjala jonë. Bona, kemi shumë për të sqaruar, por sigurisht përpara se ta nisim tek ato që duan një përgjigje, le ta nisim pak nga Aja. Se u bëre pjesë e Bigut? Ti je një vajzë e rritur, e pjekur, me një karrierë mendoj të konsoliduar. Se u bëre ti pjesë e Bigut? Unë nuk është se kisha menduar më parë, me thënë të drejtën, Ronaldo, që dua të jem pjesë e Big Brotherit. Pa diskutim ka qenë gjithmonë një ëndër Big Brother, por vitet e fundit unë as nuk e mendoja fare. Për faktin që nuk kanë qenë vitet lehta në jetën time, familjare, kështu që ishte gjëja e fundit që mund të mendoja që mund të futesha në një reality show të tillë me përmasa të mëdha, por që ja u bëra pjesë e Big Brotherit, do me thënë atë kur mos thuaj kur mos thuaj që nuk kam moment për të bërë diçka, gjithmonë vjen momenti, gjithmonë takon njerëzit e duhur edhe bën gjëra të bukura dhe gjëra të papërsëritshme në jetën tënde, siç ishte edhe për mua Bigu. Tani, ju absolutisht keni folur shumë aty brenda, por normalisht ato që marrin vëmendje janë debatet, skandalet, e këto titujt e romancat. Po, na flit pak për jetën tënde jashtë, Bona, sa vjeçë je, çfarë bën ti jashtë? Domethënë, si është jeta jote jashtë? Jeta ime jashtë është e bukur në llojin e saj, pa diskutim me peripeci. Nuk është se e kam pasur çdo gjë fush me lule, por e rëndësishme është që rrethohem me njerëz të mirë, me miq shumë të mirë, me miq të cilët gjithmonë kanë qenë pranë meje në momentet më të vështira të jetës sime. Dhe sot mund ta them me plot gojë, unë e kam thënë gjithmonë, por nuk hezitoj kurrë për t'i falendëruar të gjitha ata miq të cilët gjithmonë kanë qenë aty kur kam pasur nevojë. Po moshën nuk na e the. Moshën, pa diskutim që po, e dihet gjithë Shqipëria, unë festova dhe ditëlindjen në Big Brother. Jam 34 vjeç. Kush e mban mend ditëlindjen tënde, o Bona, se njerëzit e kanë mendjen tek ty dhe te Laerti, tek eliminimi jot, tek debatet.
Po, kam përshtypjen edhe ditëlindjen time e mbajnë. Po ka ndodhur shumë gjëra. Sepse edhe në ditëlindje ka ndodhur shumë gjëra. Nuk është se kam pasur Sa jeti bona? Nuk është se kam pas një ditëlindje të bukur. E bukur ishte që më gjeti në Big Brother ditëlindja, por që nuk është të shkoj mirë. Sa vjeç je? E thash. Po sa pra? Unë jam 15 vjet, 16. Si Greta Koçi. O bona, po kur ka qenë hera jote e fundit që ti ke qenë në një lidhje, në një romancë? Ka ko, Ronaldo. Ti nisesh nga ato çfarë janë Jo, do të sqaroj më vonë pastaj, po ti na thuaj të vërtetën tënde. Ka ko tani, nuk do të them datën, muaj, vitin, çfarë ndodhi kur u lidha, kur u ndava. Ka ko. Ishte romancë fort? Pa diskutim, ka qenë një romancë e rëndësishme në jetën time, por që ka kohë që nuk është më. Se s'përfunduat bashkë? Po tani jetës... Kjo është jeta pra, kur mos duaj, kur... Ja, ndodhi që ne nuk kemi bashkë. Nuk jeni më bashkë. Me thënë të drejtën kam qenë unë shkaku që nuk funksionoi lidhja ose nuk shkuan gjëra deri në fund, për të vetmin fakt që thash me gjërat që mua më ndodhen në jetën time familjare, isha shumë e përkushtuar, doja vetëm të kisha hapësirë me mamin, me vlezrit, me mbesat, me motrën. Kështu që kam qenë unë shkaku për këtë. Të uroja i pasi dole nga Big Brother? Jo, nuk është se kam pasur kontakt. Jo, nuk është. E kuptoj. Tani futemi të këto sqarimet bona që kemi përsqaruar gjatë Bikut, por edhe jashtë Bikut. Ndërkohë që ti ishe në Big Brother, jashtë zjenin titujt e portaleve që bona ka lënë një lidhje jashtë. Kjo nisi nga një deklaratë e Shqipe Jusena në fan club. Je takuar sot me Shqipen, i ke sqaruar, do e hedhësh në gjyq, si shkoi kjo situatë, dhe ajo aso kohë ankua që vëllezërit tuaj kishin kërcënuar. Jo, nuk është se do ta hedh në gjyq Shqipen, për vetëm në arsye se unë ato çfarë kisha për t'ia thënë, ja thash në sy në fan club, dhe madje e kam ftuar që nëse ka foto, fakte të lidhjen imagjinare që vetëm Shqipja e di se ku ka ekzistuar dhe ku ekziston ky personi në fjalë. Unë kam marrë kohët e fundit e mora me shumë sportivitet. Ama një stres shumë i madh për familjarët e mi, të cilët i ushtroheshe një lloj presioni. S'ka asgjë të keq që të kesh një lidhje. Absolutisht. Unë jam një libër i hapur dhe kam një marrëdhënie të shkëlqyer me vlezrit e mi, me motrën time, me maman time, dhe ato din çdo gjë në jetën time. Pra, tani, më thuaj të drejtën, me që e një libër i hapur... Raportet e mia kanë qenë gjithmonë diskutim mes motrës edhe vlezrit. Tani, do më thuash vërtetën fare, jo një përgjigje televizive. Po, patjetër. Tani, ti e gocë e re, e bukur, simpatike, me sytë e shkruar, e gjatë. Tani më thuaj të vërtetën, çfarë të tha ty mami fix kur dole nga Biku për Laertin? A të tha ku i pate syt? Dëgjoj, mami më ka qenë në një. Okej, Ronaldo, mami më ka qenë në një tension shumë të madh. Gjatë kohës unë kam qenë në Bik edhe sidomos me raportin që kisha në shtëpi me Laertin, ka qenë shumë e tensionuar, e ka përjetuar jashtëzakonisht shumë. Nuk ka qenë, nuk e ka marrë mirë në fakt, për pos faktit që unë bëra një zgjedhje dhe pa një mashkull me një moshë madhore që nuk kujdeseshe ashtu siç duhet për vajzën e saj brenda asaj shtëpie. Kështu që nuk është se ka marrë mirë, dhe nuk është se ka qenë e kënaqur, e ka përjetuar, dhe besoj kanë qenë momente të vështira që mami i ka kaluar jashtë pa prezencën time. Megjithatë, është mirë edhe sot i kalon me sportivitet çdo gjë që ka ndodhur. Thënë kjo të dashura mama që po ndiqin këtë emision, prandaj është shumë e rëndësishme që t'i thoni vajzave tuaja që të dashurojnë çuna të rinj si puna ime. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Bona.
do ta bëj këtë pyetje sepse e di që nuk e ke kompleks për aq kohë sa ti zgjedh të futesh në Big Brother dhe të prezantohesh me atë që ishte një sensacion vitin e kaluar, pushimi jot nga puna për shkak të një lapsusi. Sa keq e ke përjetuar atë moment? Dëgjoj, nuk është se ka qenë momenti i mirë në jetën time, se pa pritur. Jo, prandaj thash sa keq e ke përjetuar atë moment, pushim nga puna, ti duhet përballesh me komente. Ka qenë një moment jo fort i mirë në momentin që u përballa me pushimin nga puna, edhe reakcionin që dha tek unë, por ishte një moment jo fort i mirë, por që kaloi jo me shumë shenjë të lënë, sepse u abuzua pak me përdorimin e asaj çfarë më ndodhi në orët e para të mëngjesit. Momenti sikletshëm, të bësh një emision mëngjesi nuk është e lehtë. E kam dëgjuar edhe më parë që të merja përgjithësi për të bërë një program mëngjesi. Po ato që të shua nga puna, e dini në historinë e Auschwitzit? E bukur kjo. Jo, ti kishe pyetur për kuriozitet. Kam përshtypjen që ajo apo ata të cilët e morën këtë vendim kanë mungesa të theksuara të historisë, madje mund të kenë mungesa të theksuara edhe për jo vetëm për ato histori që ndryshoi historinë e botës, por edhe për historinë shqiptare. Edhe patjetër për këtë të vjen shumë keq, sidomos kur ka abuzime të mëdha në drejtime, në pozicione të rëndësishme të institucioneve të Republikës Shqipërisë. Bona Mihili, tani do të futem në një zonë pak më të nxehtë, por do më japësh një premtim. Që unë ta kam thënë pak në fan club. Nuk dua përgjigje që zakonisht mbajnë politikanët, se unë e di që ti e lidhur me politikën. Bona dua përgjigje po jo. Jo, nuk dua po jo. Po dua bonën pikante, bonën me humor. Jo ka i shumë të zgjatura. Okej. E di që të kam pyetur shumë, por sot është sqaruar raporti yt me Jozin? Cili raport? Çfarë e ke ti Jozin dhe çfarë ka ai ty? Kjo është një pyetje $1 milion për të gjithë, mbaj sa kam kuptuar kur kam dalë nga shtëpia e Big Brotherit. Jozi, një shok shumë i mirë. Kur e ke njohur ti Jozin? Një djalë... Përgjigjet me jo është politikane. Kur e ke njohur Jozin? A do përgjigje nëse kam diçka me Jozin apo jo? Ose a kam pasur? Jo përgjigje politikane është. A kam pasur. Dëgjoj, Jozi për mua ka qenë dhe është një djalë shumë i mirë, një shok shumë i mirë. Dhe unë nuk kam pasur kur asgjë me Jozin. Pra, unë dhe Jozi nuk kemi pasur kur një marrëdhënie dashurie. Dhe këtu ne i bëm vulë. Po pse Laert Vasili thoshte që ti Bona thoshte je tërhequr seksualisht nga Jozi dhe do që ta përplasësh atë pas muaj. Kështu thoshte Laert. Me epsh. Me epsh, me përshkrimin. Ke qenë e tërhequr ndonjëherë? Me metaforën. Se tani mos më thuaj që dhe kjo gjëja është turp. Tash nëse ke qenë e thuaj. Dëgjoj, unë nuk kam qenë e tërhequr nga Jozi seksualisht, se po të isha, do të isha me Jozin. Nëse do të kisha pasur tërheqje fizike apo ndjenjash me Jozin, do të isha me Jozin, sepse kam përshtypjen që unë nuk më jam shumë e vërtetë edhe gjëra që i ndjej gjithmonë i shpreh. Kështu që jo, absolutisht nuk kam pasur asnjë ndjesi seksuale për Jozin. E ke takuar Jozin? Jo, nuk e kam takuar. Ke folur? Di që është shumë mirë, edhe me projekte të bukura, kështu që kjo ka rëndësi, ai të jetë mirë me shëndet, edhe të ketë energji për të punuar për pasionin e tij për muzikën, që besoj është një ndër zërat më të bukur shqiptar, që ka arritur që shtëpia e Big Brother, ky reality show të zbuloj një artist, mund të them me plot gojë, i kompletuar si që është Jozi.
Arber Hajdari pak ditë më parë, tek ftesë në 5, të quan si banoren më pak inteligjente të këtij edicioni. Por që kjo banore më pak inteligjente zjati atë 3 muaj e ca. Ke një përgjigje për të dhënë sot Arbrit nga mos i bjerë me top? Po tani, unë shoh që për Arbrin nuk ka mbaruar akoma Big Brotheri, edhe po jep ato vendimet në karike tjetër, por mendon se është tek koltuku i kuq edhe i duhet të japi disa vendime. Nuk jam dakord me atë çfarë thot Arbri, megjithatë nuk besoj që një banore jo inteligjente, një banore jo e fortë mund të arrijë të jetë brenda Bigut 3 muaj e 5 ditë siç ka qenë Valbona. Kështu që kam përshtypjen që Arbri nuk ka qenë mirë në atë momente. Nuk ka qenë mirë sepse ai nuk pranon askur, domethënë në momentin që diskutohet, po jo se ti bëre Laerti, nuk pranove Laerti. Ai nuk arriti kur për të kuptuar se si duhet trajtuar një vajzë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Imagjino jashtë çfarë mund të themi. Kjo ishte për batut. Nuk është të më erdi mirë, kupton? Kaq na duhet Valbona Mihilli, Arber Hajdari nuk ka qenë mirë. Tjera pak rëndësishme se çfarë thua tani në vazhdim. Megjithatë Arbri është nga ata të cilët krijon reaksion në për intervistat e veta. Dhe unë mund të them tani, mund të them tani përgjigje për Arbrin. Arber Hajdari është Arber Hajdari, kështu që ne ja pranojmë edhe atë çka komenton post Big Brother. Bona, unë mundove ti u mundua nga studio, u mundua publiku, krijoi edhe një hashtag Vala. Arbri tha që do nisë një mision paqeje për të bashkuar ty me Laertin. Por, unë të thash përpara se të futeshim në këtë studio që kjo do të jetë intervista jote më e veçantë, sepse unë jam gazetar ndryshe dhe në vend që të pyes për Laertin, i kemi marrë Laert Vasilit një letër sot për ty. Jo, nuk kam mundësi. I kemi marrë pra Laerti, siç të thash, një letër për ty. E dashur Bona, që në momentin e parë që të kam parë për herë të parë natën e Big Brother VIP Albania 4, kuptova që të dua, sepse thonë se njeriu dashurohet për gjysmë sekondi. Kam gabuar duke të sharë, por pas përfundimit të këtij Big Brotheri kuptova që të dashuroje. Madje, ta them sot publikisht përmes emisionit Mos i bjerë me top dhe Ronaldo Sharkës, a pranon të bësh nusja ime? Kjo letër vjen nga Laert Sula, nga Karbonara e Lushnjës. Dëgjoj, ço Ronaldo? Po. Ço pak në këmbë. Hajde se ti edhe shoqja Jozi të lutem. Jo. Dëgjoj. Vjem duar këtu tani? Po. Ne do martohemi tani. Po. Do të më të puth tash? Do martohemi bashkë. Po, dëgjoj Laert Sula të kërkon nga Karbonara. Unë dua të martohem me ty. Po jo, zemër jam me zë. Dëgjoj, Laert ti thot që të kam sharë, po është nga këto që të shanë Instagram, pra, unë nuk të thash është Laert Vasili, kjo është Laert nga Karbonara e Lushnjës. Ke qenë Laert Karbonara? Jo, nuk kam qenë. Kam qenë në Lushnjë. Po, okej. Përshëndes. Besoj ky Laerti do të jetë është më i mirë se ai është Vasili tjetër. Kështu që megjithatë, ja, e bëra dhe martesën time me Ronaldo. Dëgjoj, unë e kuptoj që buzëqeshja nuk ta sjell Laert Vasili, por ka një vend për shqiptarët që mund të buzëqeshin, siç buzëqeshin yjet e Hollywoodit, unë, shumë personazhe të tjerë publik, por edhe shumë shqiptarë që shkojnë aty nëpërmjet Dental Med Austria, e cila ka çmimet më të mira në treg, mund ta gjeni lehtësisht në zemër të Tiranës, në platformat sociale. Dhe sa herë që shkoj aty e them në çdo emision këtë sepse është shumë e rëndësishme takoj njerëz që dalin të lumtur, sepse dalin të lumtur për shkak se nuk ka dhimbje dhe për shkak që çmimet janë shumë të përballueshme. Të pëlqeu letra? Më pëlqeu shumë aq sa dhe të ftova që të martoheshim. Çfarë e ke ti sot që ne flasim Laert Vasilin për te shakave?
ose më sakt, çfarë të thoshe ty Laert Vasili në post Big Brother, në off camera? Kush është ky njerëz? Është ai Lushnjës apo? Jo, Laert Vasili. Laert Vasili i Bigut. Ai aktori. Aktori. Aktori që e njohin shqiptarët, por jo vetëm, edhe ai që e njohin dhe grekët. E njohin. Edhe në Spanjë. Mund ta njohin edhe tani edhe në edhe më gjërë. Po, e vërtet. E njohin. E njohin edhe Eduard Rokasin për artin e tij, po më vjen keq se Laerti nuk pati mundësi për të na treguar as në shtëpinë e Big Brotherit artistin e bërë në sken, po... Mos të themi ato që i kemi thënë. U takove apo jo me Laertin në off camera në post Big Brother? Se Robi po i jep dorën, thot diçka. Nuk jam takuar me Laertin në post Big Brother, as kur kanë qenë kamerat fikur, as kur kanë qenë kamerat ndezur. Kaq. Me Gerta Kixharen atë natë u takove? Po Gertën e kisha afer. Po pra. Në një moment. Jo, kështu në off camera. Po nuk është se ne u puthëm, u përqafuam edhe... Ishte dhe sot të grimi bashkë aty. Po, e pash, po bëjshë gati për... Qa po i thonë njëra tjetërës? Të që dua shumë të vlerësoj, kështu kam respekt? Nga këto gjërat. More Ronaldo. Jo, Gerta, as me Gerta nuk është se kam pasur shumë kontakte, pothuajse zero edhe me Gertën. Kështu që besoj po më pyet me dy personazhe që unë nuk kam për të pasur ndonjëherë ndonjë marrëdhënie shoqërore, miqësore apo dashurore. Dëgjom, edhe Gerta po ashtu siç ka bërë Laerti akuza të forta ndaj tij, ka bërë gjithashtu, tani s'është akuzë në kohërat që jetojmë, po ka bërë një pretendim të fortë që ishte që ti Valbona pëlqen femrat. Nga nisi kjo deklarate e Gertës? Duhet aftoni Gertën edhe t'ja merrni këtë përgjigje, pasi Gerta ka bërë shumë akuza në shtëpinë e Big Brotherit që unë të njoh, unë të di jetën, unë e di se si ti fiton lekët, ty të kanë marrë në rrugë, të kanë gjetur në rrugë. Do të thënë, kur një femër do të ofendoj një femër, edhe kur i thua në rrugë, është në gjanë shumë tuar. Edhe për etik nuk po e themi fjallën tjetër. Pastaj ato sulmet e një pashnjëshme që thoshtë ti e pamoralshme, flen një natë me njërin, një natë me tjetrin, a thunë ne flinim në dhoma të ndara dhe nuk i kishim krevatin afer. Megjithatë, janë disa momente që vetëm personazhe si Gerta mund t'i flasë, mund t'i trajtoj. Megjithatë, ajo, por jo vetëm ajo, duke pasur mikrofonin 24/7 edhe duke qenë gjithkohës me kamerat, unë e kam ditur shumë mirë ku po shkoj. Një ndër gjërat që jam shumë krenare për veten time është që unë jam kjo Bona që keni sot në studio, dhe jam shumë krenare për çdo gjë që kam bërë në jetën time. Dhe jam krenare sepse kur kisha komisarin që kisha në krahun tim, çdo ditë doja që babain tim të bëja krenar, e çdo ditë doja që në momentin që mua të më shikonin në rrugë, të thonin fjalët më të mira dhe të vlerësonin vajzën e komisarit. Dash më tepër sot kur nuk është prezent i madh, përgjësia është akoma më e madhe dhe unë jetoj, punoj fort, të ndroj shumë, luftoj çdo ditë që fytyrën t'ja zbardh babait tim dhe kujtimit babait tim. Kështu që kjo është një krenari shumë e madhe imja, edhe do t'jem gjithmonë ajo vajza e babait, e pa prekshme, e pa njollosur, e pa hedhur balt, edhe një krenari për të dhe për familjen time. E kuptoj, mua më vjen mirë për fjalët që thua. Thua ndërkohë, unë do të vi afër te për dy gjëra shumë të rëndësishme, Bona. Hajde. Sepse fillimisht dua të qeras me Premium Water nga Super Uji Burimit Lajthiza dhe kemi këtu Bona Premium Cola, Premium Tonic Water,
Premium Rosé që të kujton ato shijet Tani feminisë. është nga prodhimi e ujit Është lajthiza. prodhimi i ujit lajthiza, që të freskojmë këtë verë. Kjo na kujton ato shije në fëmijërisë me petale trëndafili, premium oranxhate, premium lemonad, kështu që kë do nga këto të qeras? Atë roze? Roze me shije. Fantastike, po. Me shije petalesh. Rozel nga lajthiza, besoj që uji është i bekuar nga puka, kështu që burimi jon, burimi im. Burimi nga ku vjen edhe Bona. Tani kemi këtë rubrikën e famshme Bona me foto të personazhe o publik që ty të ndërlidhet eksperienca në Big Brother, ku ti ose i gris, gëzuar për shumë vjet, qoftë një vit i mbar. Ti ose e gris ose e puth në kështu në mënyrë hipotetike ose e ignoron. Gjesti! Kjo është Kingu. Ma ky me Eglin vazhdon dëgjoj. Ky është Kingu. Ky është Kingu i Big Brotherit. Edhe unë dua ta përqafoj fort. Edhe juroj shumë suksese. Është fantastik. Do ta puth. Çfarë duash? Prit ta puth thotë gusha, sepse gjithmonë thoshte, po pse më puth ti mua te gusha? Gjesi po të puthë gusha. A e gush buz një histori ka. More Ronaldo. Dëgjoj. Hajde. Ky me Eglin, dëgjoj çfarë bën? Ka përshtypjen që për publikun vazhdojnë. Për publikun vazhdojnë, por janë ndarë. Me ajsa po më lën në një shije, ka frikë se mos ndoshta dhe me impenjimet e shumta që ka Gjesti dhe të Eglit, nuk besoj që kanë gjetur shumë kohë për të ndarë me njëri tjetër, megjithatë duhet parë reagimet e Eglit dhe Gjestit, sepse kur mos thuaj kur. Uroj që t'jenë bashk edhe ta kenë finalizuar me dashuri dhe me sukses. Rozana, Radi. Rozi. Rozi, kur e vepër. Rozi. Dëgjoj, Rozi ishte për të puthur, injoruar, apo? Gris ose injorim? Po jo, do e marim këtu Rozi. Afër zemrës, e mirë. E marim Rozi këtu. Gerta Gixhari. Gerta. Gerta është kjo? Po, do një çakmak. Pas ka dalë lezet shumë këtu. Te tapeti kuq? Pas ka dalë lezet. Se pe atë natë? Jo, nuk e pash. Seriozisht, se pe Gertën në finale? Nuk më ra në sy fare. Nuk më ka rëndësi. Çfarë do i bësh? Çfarë do i bëj unë Gertës ama? Nuk... Dhe mund ta puthësh, se Gerta të tha në Big Brother, hajde më puth. Hajde më tha, Po. Hajde më puth, hajde të përqafoj. E ignorojmë. Wow, foto e fundit, si rastësi. Oh! Laert Vasili. Dëgjoj. Mu duk një moment si Lulzim Basha. Si Lulzim Basha? Po, në profil, edhe thash, po Bashën që do këtu. Qojemi zonja dhe zotri, Valbona Mhilli në mos i bjerë me top, si që nuk e kishit parë ju apremtova. Kemi për ta mbyllur surpriza, projekte të reja nga ty ku do të shojmë, apo do ke nevojë të marrë shkon tënde edhe të vish pastaj? Pa diskutim që do kemi shumë surpriza, shumë projekte për të bërë, kështu që nuk do i ndajmë të gjitha sot. Patëm shumë gjëra të reja për të ndarë me ty, kështu që unë të falenderoj shumë për ftesën. Unë të uroj shumë suksese. Besoj që do të jemi shumë afër, dhe jo larg. Uroj me shpirt. Edhe shumë suksese, mos i bjerë me to. Faleminderit shumë. Ishe me Bona Mhillin, ne shkoputemi këtu. Pas pak vjen edicion informativ në Top Channel dhe me njëherë pastaj vjen Trotuar. Mirupafshim.